Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Korrupsioni, krimi organizuar dhe mungesa e zhvillimit ekonomik po ndikojnë çdo ditë në jetën e qytetarëve shqiptar. Në shumë qytete të vendit, sikurse është dhe Gjirokastra, varfëria dhe papunësia kanë shtyrë mijëra të rinj të largohen drejt emigrimit. Në Gjirokastër boshatisja po bëhet gjithnjë më e dukshme. Mungesa e vendeve të punës, shërbimeve dhe investimeve reale po dobësojnë jetën ekonomike dhe sociale të qytetit. Ekspertët nga ana tjetër paralajmërojnë se pa luftë reale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Shqipëria rrezikon të mbetet larg standardeve europiane, ndërsa qytetarët çdo ditë po humbasin besimin tek e ardhmja në vendin e tyre. Shqipëria mbion të përballet me një realitet të rëndë ekonomik dhe social, ku varfëria, korrupsioni dhe ndikimi i krimit të organizuar përgodasin çdo ditë besimin e qytetarëve tek shteti dhe demokracia. Në shumë qytete të vendit, sidomos në jug, po ndihet gjithnjë më shumë boshatisje masive dhe mungesa e perspektivës. Fenomeni i emigrimit nuk lidhet më vetëm me pagat e ulta. Qytetarët largohen sepse ndihen të pambrojtur, pa mundësi dhe pa besim se situata mund të ndryshojë. Në shumë raste, administrata, tenderet publik dhe ekonomia lokale perceptohen se të kapura interesa politike dhe klientelistë, ndërsa qytetarët si zakonshëm përballen me papunësi, çmime të larta dhe mungesë shërbimesh bazë. Në Gjirokastër, diku një nga qytetet më të rëndësishme historike dhe kulturore të jugut, boshatisja është bërë alarmante. Të rinjt largohen çdo vit drejt emigrimit, bizneset e vogla mbyllen, ndërsa shumë zona mbeten me pak banorë dhe ekonomi të dobësuar. Banorët ankohen për mungesë investimesh reale, mungesë pune dhe shërbime publike që nuk përmbushin nevojat minimale. Ekspertët e fushës e lidhin këtë situatë në fuqizimin e grupeve kriminale dhe korrupsionin në nivele të larta në Shqipëri. Akuzat për lidhje mes politikës dhe krimit të organizuar kanë dëmtuar rënd imazhin e vendit dhe kanë arritur mund besimin tek proceset demokratike. Në një klim ku krimi dhe paraja e paligjshme ndikojnë ekonominë dhe politikën, rotacioni politik shihet në shumë qytetarë si i pamundur ose i kontrolluar nga interesa të ngushtë. Ndërkohë, rruga europiane e Shqipërisë mbetet e vështirë pa reforma reale në drejtësi, pa luftë konkrete kundër korrupsionit dhe pa ndëshkim të zyrtarëve të përfshirë në afera politike. Bashkimi Evropian ka kërkuar vazhdimisht rezultate të prekshme në studimin e ligjit, por qytetarët vijnë të përballen me të njëjta probleme: varfëri, largim masiv dhe mungesë shprese. Nëse kjo situatë vijon, rreziku më i madh për Shqipërinë nuk është vetëm ngadalësimi i integrimit evropian, por zbrazja e vetë qyteteve dhe humbja e brezit të ri që nuk sheh më të ardhmen në vendin e tij. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Reduktimi i popullsisë së Shqipërisë ishte jo i zakontë për një vend që nuk është në luftë. Të dhënat e fundit e Eurostat tregojnë se për çdo 1000 banor, popullsia e Shqipërisë u reduktua në 12 veta në vitin 2024, që përfaqëson shkallën bruto të migrimit neto, duke dëshmuar që vendi po kalon një tkurrje të pashembull në Kopa Aqeja. Kjo shifër do të thotë se vetëm brenda vitit 2024, Shqipëria ka humbur rreth 29000 banor si pasojë e emigrimit masiv. Krahasimi me Bashkimin Evropian është tronditës. Mesatarja e BE-s për këtë tregues lëviz në shifra pozitive me rreth 5.2 për 1000 banor, çka do të thotë se në BE në vitin 2024 i janë shtuar më shumë se 5 veta për 1000 persona. Ndërsa Europa po rritet dhe po pasurohet me kapital njerëzor, Shqipëria po shërben ende si eksportues neto që po humbet krahun e punës. Edhe brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria mbetet në zonën më të nxehtë të krizës, ndërkohë që vende si Serbia shfaqin një qëndrueshmëri më të lartë në raport me migrimin neto. Shqipëria po pëson goditjen më të fortë. Ky fenomen po e shtyn vendin drejt një udhëkryqi të rrezikshëm demografik, ndryshe nga dekadat e kaluara, kur rritja natyrore lindjet e balaconin disi emigrimin. Sot, Shqipëria po goditet nga të dy anët. Lindshmëria ka rënë në nivele historike, ndërsa ikja e të rinjve vjon me ritme të larta. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja të naftës dhe benzinës. Për herë të parë pas shumë kohësh, nafta ka rënë në 200 lekë. Kështu nafta do të shitet jo më shumë se 197 lekë për litër, ndërsa benzina do të shitet jo më tepër se 185 lekë për litër. Këto çmime kanë hyrë në fuqi prej datës 21 maj, duke nisur prej orës 13 e deri në një mbledhje të dytë të Bordit të Transparencës. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, thuhet në njoftimin e Bordit të Transparencës.
Vizita zyrtare e kryeministrit Rama është me pritur në Tokyo, në kryeqytetin e Japonisë, ku simbolet kuqezi janë pranishme në rrugët kryesore të qytetit, të cilët janë të dekoruara me flamuj të Shqipërisë dhe Japonisë, duke krijuar një atmosferë të veçantë protokollare që shoqëron takimet të nivelit të lartë. Kjo vizitë zhvillohet në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dypashme mes Shqipërisë dhe Japonisë, si dhe zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik, kulturor dhe diplomatik mes dy vendeve. Dekorimi i Tokios me flamuj shqiptar dhe japonez simbolizon respektim protokollar dhe rëndësinë që i jepet marrëdhënieve mes dy shteteve, ndërsa vizita përfshin takime zyrtare me autoritetet më të larta të Japonisë dhe aktiviteteve të rëndësishme institucionale ekonomike. Kryeministri Rama ka reaguar sot 22 maj në lidhje me negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kreu i qeverisë ka thumbuar rasht për opozitën, duke thënë se është lëshuar rrugëve me Molotov për ta djegur Shqipërinë në sytë të huajve, por nuk ja ka ndalë. Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi, ka shkruar Rama. I pari i qeverisë shpreh se ndryshe nga se propagandon opozita, Shqipëria Europiane po ndërtohet. Ndryshe nga sa përflitet ditë e natë nga ata që në fund humbasin, Shqipëria Europiane po ndërtohet, nënvizon Rama. Në fund, kryeministri deklaron se këto janë ditë krenarie për vendin ton. Ai falenderon për arritjet e Shqipërisë qeverinë, institucionet e pavarura si dhe përfaqësuesit e vendit ton në tryezën e negociatave për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Një ngjarje e rëndë është regjistruar përgjatë natës në zonën e Fush Dukatit në Vlorë, ku 4 betonjere të tonazhit të rëndë janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri pune. Sipas burimeve, mjetet ka qenë të parkuara në ambientet e kantierit në momentin e ngjarjes, ndërsa dyshohet se një person ka hyrë në zonë dhe i ka spërkatur me benzinë dhe më pas u ka vendosur flakën. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.